pa puls. Kështu shprehen fansat e shumë që ka gjesti. Ata janë të mërzitur që artisti i tyre preferuar, banori i zemrës së tyre, po qëndron në heshtje këto ditë. Por duhet kuptuar, ndoshta edhe nga lodhja që ka pasur në turnet që ka bërë si në Europë edhe në Amerikë. Por shumë shpejt gjesti do të vi me projekte të reja dhe do të nisë koncertet që besoj do t'i ketë flak në muajt korrik dhe gusht. E duke qenë të ky fundit, një like që ky ka bërë në Instagram ka mbushur rrjetet sociale. Është pikërisht një pëlqim që gjesti ka bërë në një postim të Rozana Aradit. Sigurisht se të gjithë në mendjen e shkoi raporti i tyre në Big Brother, një raport i cili fillimisht ishte i afërt, por në fund ishte si një luftë. Padyshim që qasja dhe mënyra se si Rozana është sjellë me gjestin, sigurisht që mosveprimi i Rozanës në momentin kur Jozi i goditi gjesti me shuplak ka mbetur në memorien e të gjithëve, e më së shumti tek ata që e ndjekin gjestin 24/7. Tek ata që nuk e pranuan kurse si qëndrimin e ftohtë të Rozanës dhe po lidhet apo nuk po e pëlqen edhe këtë lloj ndoshta afrimi siç është komentuar në rrjetet sociale, por të dy artistët nuk e ndjekin njëri tjetrin në rrjetet sociale Instagram. Nga ana tjetër që po komentohet nga Big Brother këtë herë në Kosovë është ditëlindja e zhurmshme që pati Gresa, por kjo e fundit është gjykuar dhe është masakruar me komente për shkak të veshjes së saj, për shkak të peshës apo dhe të dukjes që ajo pati në ditëlindje. Të jemi sinqert, nuk ishte një veshje e cila e nxirrte Gresën më të mirën e saj. Ishte një veshje që tregonte defektet. Por Gresa e ka treguar që e pëlqen veten e saj me defektet dhe nuk e ka kompleks për kilet e tepërta që ka apo edhe që nuk duket perfekt. Ajo ka thënë dhe ka rithënë gjatë Big Brother edhe për te, duke e treguar edhe në emisionin që bën si ti që vendos me vullnetin që energjin që ajo ka, potencialin e saj, karizmën, humorin, sjelljen e saj e cila anon tek ajo pozitive dhe të mos një kokçarje për të gjitha gjërat e bëjnë atë le të themi një aktore apo edhe një personazh pa komplekse, gjë që e tregoi dhe në ditëlindjen e saj ku shfaq me një fustan që nuk e tregonte perfekte, por si që shprej ajo dhe në postimin në Instagram, unë ndjesi një mbretëresh dhe me sa duket drita që ajo ka, si pas Gresës, të tjerët i verbon, pra ajo ka nxjerrë vetëm brekët, por ka thënë dhe ka provokuar që ndoshta mund të shikojmë dhe gjërat të tjera në ditët apo në muajt në vijim. Se çfarë do t'rregoj Gresa, kjo mbetet për t'u parë. Ky trot shmeretin sot do t'jetë pak i hallakatur pasi po shkoj nga një pikë në tjetrën, por dua të ndalen tek Alba Festival, një nga festivalet më të mirë që organizohet në Zvicër, ku bën bashk artistët më të komentuar, artistët më të mirë dhe artistët e shumt që kemi ne. Ata që për mua kanë bërë më shumë zhurmë janë pa diskutim edhe dy të preferuarit e mi, Yll Limani dhe Kapital T. Do të ndalem tek Ylli. Si që ka emrin, ashtu e ka bërë dhe performansën në skenë. Janë të shumta video që bën virale në rrjetet sociale, ku dhe nga balkonet e apartamenteve apo dhe hoteleve është filmuar se si i gjithë koncerti, të gjithë të rinjt që kanë lindur në diasporë apo shumica kanë lindur atje, por e njohin dhe e kanë atë ndjesinë dhe dashurinë për Shqipërinë, për artistët tanë, për këngët shqip, i kondonin radhazi të gjitha këngët e Yllit që i ka yje dhe i ka hite. I ka këngë të cilat të prekin shpirtin, i ka këngë që kanë një strukturë të mirëfillt artistike, i ka këngë që shkojnë tek çdo publik, i ka këngë të cilat nuk vdesin kurrë dhe jehojnë falzërit magjik që Ylli kanë dhe e disponon, dhe është një artist i cili i këndon live-it pa asnjë problem. Këtë e tregoi dhe në Alba Festival, duke bërë atë një nga artistët më të pëlqyer, një nga artistët më të komentuar, më të duartrokitur dhe më të dëshiruar të skenës. Nga ana tjetër, Kapital T ka një tjetër zhanër, është më shumë tek rapi dhe tek një stil më ndryshe nga Ylli. Është një artist i cili nuk është fokusuar kurrë në skandale, siç mund të kenë bërë kolegët e tij. Kapital T është dhe do të mbetet një artist i cili ka risjell në tregun muzikor këngët e vjetra duke i miksuar dhe duke i bërë ato moderne. Kapital T do të jetë dhe do të mbetet
ka po përsa i përket fushës ku ai lëvron muzikën e tij duke bërë të pakonkurrueshëm, kjo për shkak jo sepse është ai, por sepse punon dhe vetëm punon dhe nuk është i fokusuar tek skandale. Këtë gjë e tregoi dhe në Alba Festival, ku e ngriti publiku në këmbë duke kënduar një zëri të gjitha këngët hite që ai ka, duke filluar nga ajo që i bën bashkë të gjithë, kënga për ekipin ton kombëtar.